Depozituar sot në kuvend projekt ligjin për uljen e çmimit të karburanteve, një tjetër projekt ligj thellësisht social pas dy nismave që kemi depozituar në kuvend, por që fatkeqësisht u rrëzuan nga kjo mazhorancë ilegjitime dhe antisociale, siç ishte projekt ligji për uljen e TVSH-s nga 20% në 5% të produkteve të shportës, si dhe projekt ligji tjetër për sigurinë ushqimore. Projekt ligji i depozituar sot për uljen e çmimit të karburanteve është një projekt ligj për mbrojtjen e buxhetit të familjeve shqiptare, pasi siç dihet një pjesë e taksave që sot rëndojnë te karburantet janë para të cilat në letër shkojnë për mirëmbajtjen e rrugëve, por që të gjithë shqiptarët po i shohin se si qeveria i mirëmban rrugët, të cilat janë shkërmoqur në të katër anët e vendit, para në fakt të cilat shkojnë edhe për të paguar verën 33.000 euro Romane Konti të Edi Ramës, kundërkohë shqiptarët e thjesht dhe të ndershëm mezi shtyn ditët me të ardhurat mizerabël. Konflikti që ka nisur tashmë në lindjen e mesme, edhe sipas parashikimeve të ekspertëve dhe Konf Industrias, do të sjellë një rritje të mëtejshme të çmimit të karburanteve. Ndaj, në këtë kontekst, grupi parlamentar i Partisë së Lirisë depozitoi sot projekt ligjin për uljen e çmimit të karburanteve, sepse jemi përpara një situate të ngjashme me atë të vitit 2022, ku nisi lufta në Ukrainë që solli si pasojë edhe rritjen e çmimit të karburanteve dhe rrjedhimisht të gjithë madrave të konsumit. Ndaj në kushtet, kur kërkohet që kjo situatë të adresohet sa më parë me zgjidhje konkrete, efektive dhe të prekshme për qytetarët, grupi parlamentar i Partisë së Lirisë depozitoi sot këtë nisëm ligjore, objektivi i së cilës është zbutja e efekteve të rënda ekonomike mbi buxhetet familjare dhe bizneset si pasojë e rritjes drastike dhe abuzive të çmimit të karburantëve dhe lëndëve të tjera djegëse. Situata ekonomike në Shqipëri prej shumë vitesh përballet me rritje shumë të lartë të çmimeve të karburantëve, rritje e cila qartësisht ka qenë edhe abuzive. Për pasojë janë rënduar në mënyrë progresive dhe kritike buxhetet familjare, si dhe janë krijuar probleme tepër të mëdha për bizneset, duke vështirësuar funksionimin e tyre dhe realizimin e të ardhurave nga të cilat nga ana tjetër kanë rol përcaktues në buxhetin e shtetit. Çmimi i naftës në vlerësimin ton është një padrejtësi e madhe ekonomike që kjo qeveri e ushqen çdo ditë dhe që ndikon direkt në rritjen e çmimit të ushqimeve. Dua t'u kujtoj sot të gjithë shqiptarëve, të cilët paguajnë sot më shtrenjtë se kudo tjetër në rajon çmimin e 1 litri naftë. Në Shqipëri, qytetarët paguajnë rreth 1.83 euro për litër. Ndërkohë në Kosovë, e cila e importon naftën nga Shqipëria, 1 litër naftë kushton rreth 1.18 euro. Në Maqedoninë e Veriut, e cila gjithashtu një pjesë të karburanteve e importon nga vendi ynë, 1 litër naftë kushton 1.27 euro, po aq sa kushton sot edhe në një tjetër fqinj të Shqipërisë në malin e Zi. Shqipëria pra ka sot çmimin më të lartë të karburanteve, ndërkohë që ka pagat dhe pensionet më mizerabël në rajon dhe fuqinë blerëse më të dobës në Europë dhe sigurisht edhe në rajon. Kjo nuk është rasti, por është një zgjidhje e qëllimshme politike e Edi Ramës. Mbi 60% e çmimit të naftës janë taksa, akciza dhe TVSH. Çdo rritje e naftës reflektohet menjëherë në rritjen e çmimeve të ushqimeve, të transportit dhe të çdo shërbimi tjetër. Sot shqiptarët paguajnë më shtrenjtë bukën, qumshtin,
vajin dhe çdo produkt bazë, sepse Edi Rama ka zgjedhur të taksojë rënd edhe karburantin. Shqetësimi më i madh i shqiptarëve sot është kostoja e dyfishuar e jetesës, veçanërisht në 4 dhe 5 vitet e fundit, dhe shqiptarët shpenzojnë sot rreth 40% të buxhetit familjar për ushqim, edhe pse paguajnë shumë herë më pak se të gjithë qytetarët e Bashkimit Evropian. Çmimet në Shqipëri janë 50%, pra në vendin më të varfër të Europës janë 50% më të larta se kudo tjetër në Bashkimin Evropian. Dhe në vitin e kaluar, pra në vitin 2025, sipas Eurostatit, 55% e qytetarëve shqiptar nuk arrin dot të mbyllin muajin me pagat dhe me pensionet mizerabël që ende vijojnë. Në kushtet e inflacionit të lartë të viteve të fundit dhe rritjes skizofrenike të kostave të jetesës, sidomos në ushqime dhe në energji, vjen si domosdoshmëri jetike që politika fiskale të ndërhyjë në mënyrë të drejtë për drejtë për të ndihmuar dhe për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve, veçanërisht kategorive sociale më në nevojë. Paga minimale në Shqipëri është jo vetëm më e ulta në Europë, por edhe shumë më e vogël edhe në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga 1 janari, paga minimale në vendin tonë është 50.000 lekë, ndërkohë që në Malin e Zi, që e ka koston e 1 litri karburant më lirë se Shqipëria, paga minimale është 670 euro, Serbia 618 euro, Maqedonia e Veriut fqinje 584 euro, ndërsa Bosnë-Hercegovina 600 euro. Situata shumë e rëndë për konsumatorët familjar dhe për bizneset kërkon pra një ndërhyrje urgjente dhe konkrete, efikase për të ardhur në ndihmë. Së pari për të ardhur në ndihmë qytetarëve, së pari për të mos thelluar edhe më shumë varfërinë e tyre dhe së dyti për të bërë çfarë të jetë e mundur që biznesi të funksionojë sa më normalisht, duke mbrojtur në radhë të parë vendet e punës në këto biznese, si dhe krijimin e të ardhurave të cilat një herazi janë edhe burim themelor për arkën e shtetit. Duke vlerësuar këtë situatë dramatike që vit pas viti vetëm rëndohet, sot grupi parlamentar i Partisë së Lirisë depozitoi zyrtarisht në kryesinë e Kuvendit projekt ligji për pezullimin deri në mars të vitit 2028 të aplikimit të taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit si një mjet për zbutjen e rritjes së çmimit tepër të lartë të naftës me fokus ndihmesën e buxheteve familjare dhe bizneseve. Ky propozim nuk krijon asnjë problem në planin e të ardhurave të miratuar nga qeveria me ligjin e buxhetit të shtetit për vitin 2026, pasi të ardhurat e realizuara në buxhet nga TVSH-a janë arritur dhe do të vazhdojnë të rriten ndjeshëm si pasojë e rritjes në tërësi të çmimeve, të cilat gjithashtu në muajt e vijim priten të rriten. Kjo nismë do të ndihmojë gjithashtu që konsumi i familjeve shqiptare dhe ecuria e biznesit të ketë një qëndrueshmëri. Ndaj për këto arsye, shumë të rëndësishme dhe etike për çdo familje shqiptare, miratimi i këtij projektligji të propozuar nga grupi parlamentar i Partisë së Lirisë me procedurë të përshpejtuar për shkak të situatës kritike ku ndodhet vendi, por edhe të pasojave që pritet të ndjehen nga konflikti në lindjen e mesme, ne mendojmë se miratimi me urgjencë është një domosdoshmëri dhe një nisëm konkrete që ndihmon në thelb qytetarin e thjesht shqiptar. Kjo është rruga e vetme për të ndihmuar shqiptarët dhe bizneset në kapërcimin e këtyre momenteve shumë të vështira, ndërkohë që kujtoj kolegët deputetë se të tilla nisma janë ndërmarrë dhe miratuar ndër vite në të gjithë vendet e rajonit, përfshi Kosovën, Serbinë, Greqinë e tjerë. Uroj dhe shpresoj dhe kërkoj nga të gjithë
deputetën të mos jenë peng i oligarkëve të naftës, por të votojnë pro këtij projektligji, të votojnë pro interesave të familjeve shqiptarëve, të shqiptarëve të thjeshtë dhe për të ndihmuar në veçanti shtresat më në nevojë. Faleminderit.